gjatë. Nëse një televizion të sjell ofertën që podcastin ti ta transmetosh në një televizion dhe jo më në YouTube duke në këmbim të suportuar të gjitha kostot dhe ndoshta duke të vënë edhe një rrok të Po, e kam patur këtë, po jo. Ke patur këtë ofertë? Jo, e kam patur, po besoj jo. Pse? Unë tani jam mësuar kështu njeri lirë dhe kam frikë se do futem në një marrëdhënie detyrimi. Me televizionet do të vi patjetër një ditë që dikush do të thotë duhet ta marrim këtë se pra do jenë ca interesa që do jetë gjithmonë, kurse unë vërtet nuk as emocionet e mia nuk i vë re, pra nëse njeri e meriton që të jetë në podcast, edhe nëse nuk e pëlqej unë shumë për shembull, ose nëse dikur ka thënë diçka të papëlqyeshme për mua, nuk e kam fare problem, nëse i duhet audiencës, nëse meriton dëgjohet, nuk kam asnjë lloj emocioni për këtë. Ashtu, Jo, fare. Për të parë programin me Mbroma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.